I bekuar është përëndia i Kristjan, tani e për herë në jetë të jetëve. O Zot, dëgjoj faljen time, për i veç lutjesime si pas vërtetës sate, dëgjom si pas drejtësisë sate dhe mos hyr në gjyq me shërbëtorin tënd, se asnjë i gjallë nuk do të dalë i drejtë përpara teje. Se armiku mandoi që shpirtin dhe marrëzoi jetën për dhe, më vuri në vende të errta si të tekurit prej kohë. Shpirti mu trishtua dhe zemra mu trodhi. Kujtova ditët e lashta, mendova gjithë veprat e tua, sillja ndërmend punët e duarve të tua. I shtriva duart drejt teje, shpirti im ka edi për ty si toka e thallë. Dëgjom shpejt o Zot mos u fryma, mos e ktheme një anë fytyrën tënde prej meje, që të mos bëhem si ata që spriten në varr. Bëj që të dëgjoj për dëllimin tënd në mëngjes se më ty shpresova. Tregon o Zot udhën ku duhet të eci, se më ty e kam varur shpirtin. Shpëton për armiqve të mi o Zot se të ki kërkova stret. Mëson të bëj dëshirën tënde se ti je perëndia ime. Fryma jote e mirë do të mu dhe heq të vend të drejtë. Për emrin tënd o Zot qallëron. Sipas drejtësisë sate, nxirr shpirtin tim nga trishtimi, dhe sipas mëshirës sate shfarosi armiqtë e mi, dhe shkatërroj të gjithë ata që i dhurojnë shpirtin tim, se unë jam shërbëtori i. Për
Perëndi, sipas përdollimit tënd të madh dhe sipas dëmshurive të tua të shumta, shohje paullësinë time. Lan krejt për paullësisë time dhe pastron për mëkatin tim. Se unë njoh paullësinë time dhe mëkati im është përpara meje kudoherë. Tek ti vetëm mëkatova dhe të keqen e bëra përpara teje, kështu që ti je i drejtë në fjalët e tua dhe i thjellën në gjykimin tënd. Si ja tek usura në paullësi dhe në mëkate më lindi nëna ime. Si ja tek deshet të vërtetën, të patreguara dhe të fshetat e utësisë sate mi tregova. Spërkat më me i sot dhe do të pastrohem. Lam dhe do të bëhem me i bardhë se dëbora. Bëm të dëgjoj gëzime nga zëllim dhe do të më gëzohen eshtrat e dobësuar. Ktheje fytyrën tënde nga mëkatet e mia dhe shuaj gjithë paullësitë e mia. Krijo zemër të pastër tek unë o Perëndi dhe për të rritë frymë të drejtë në thellësitë e zemrës sime. Mos më idh larg fytyrës sate dhe mos e hiq për meje shpirtin tënd të shenjtë. Jem aprap nga zëllimi e shpëtimit tënd dhe forcon me frymë sunduese. Do të mësoj të paligjve udhët e tua dhe të pabesët do të kthehen tek ti. Shpëton prej qarkra shoh Perëndi, Perëndia i shpëtimit tim. Gjua ime do të lavdëroj me gëzim drejtësinë tënde. O Zot, çel buzët e mia, dhe goja ime do të lëçit lavdinë tënde. Se po të kishe dashur therrore do të kisha prur, por ty s'të pëlqen therrore me djegje të plotë. Therrore ndaj Perëndisë e shpirti i dërmuar, zemrën e dërmuar dhe të përulur Perëndia nuk do ta përbuzë. Bëj të mirë o Zot Sionit sipas mirëdashjes sate dhe le të ndërtohen muret e Jeruzalemit. Atëherë do të pëlqejnë therrore drejtësie, dhurata dhe therrore me djegje të plotë. Atëherë do të sjellin biça mbi altarin tënd. Shtiron a gjithë një prezdo nevoje,
Lutemi dhe për mëshirë, jetë, paqe, shëndet, shpëtim, vështrim, ndjesë dhe falje të mëkateve të shërbëtorëve të Perëndisë, gjithë të krishterëve shprestar dhe ortodoksë, që banojnë dhe ndodhen në këtë qytet, dhe në ritëve, epitropëve dhe ndikmetarëve, të kësaj shtëpie të shenjtë. Se ti e Perëndi mëshirues dhe njeri dashës, dhe ty ta drejtoj me lavdinë, atit e birit dhe shpirtit të shenjtë, tani e për herën e jetës të jetëve. Shelo edhe
krishterë dhe shprestar dhe ortodoksë, që banojnë dhe ndodhen në këtë qytet, dhe në ritëve, epitropëve dhe ndikmetarëve, të kësaj shtëpie të shenjtë. Mëshirozo, mëshirozo, mëshirozo. Se ti e Perëndi mëshirues dhe njeridashës, dhe ty ta drejtoj me lavdinë, atit e birit edhe shpirtit të shenjtë, tani e përere në jetë të jetëve.
farisejt dhe i thoshin, shih pse bëjnë të shtunën atë që nuk lejohe, edhe ai u thoshte atyre, kur nuk keni lexuar ç'bëri Davidi kur pati nevojë, edhe i erdhi uri atij edhe atyre që ishin bashkë me të. Si hyri në shtëpinë e Perëndisë në ditët e kryepriftit Abiatar, dhe ënri bukët e blatës, të cilat nuk lejohet t'i hajë tjetër njeri, veç priftërinjve, edhe u dha edhe atyre që ishin bashkë me të. Edhe u thoshte atyre, e shtuna është bërë për njeriu, edhe jo njeriu për të shtunën. Prandaj i biri njeriu është Zoti, edhe i së shtunës. Edhe hyri përsëri në sinagogë, edhe atje ishte një njeri që kishte dorën të tharë, edhe vinin re atë, nëse do ta shëronte të shtunën që ta akuzonin. Edhe ai thote njeriu që kishte dorën të tharë, ngripu e qëndron në mes, e u thot atyre, a lejohet të bëj njeriu mirë të shtunave, apo të bëjë keq, të shpëtojë jetën, apo të vrasë, por ata s'bënin zë, atëherë si vuli re përreth me zemëri, sepse jeti keq për ashpërsinë e zemrës së tyre, i thotë njeriu, shtrije dorën tënde, edhe ai e shtriu, edhe dora e tij u bë përsëri e shëndoshë si Oh,
Lartësoje fuqinë të krishterëve ortodoks dhe dërgomin e mëshirat e tua të pasura, me ndërmjetimet e zonjës sonë të pacënuar, Ylindëses dhe gjithmonë në Virgjërës Mari, me fuqinë e kryqit të nderuar dhe jetë bërës, me mbrojtjet e fuqive qellore të nderuara dhe të patrut, me lutjet e të nderuarit të lavdëruarit, profetit pararendësit dhe magëzorit Joan, të apostujve të shenjtë të lavdëruar dhe të dëgjuar, të protokorifejve Pietrit dhe Pavlit, të apostoll Qesarit, episkopit të Durrësit, të etërve tanë të shenjtë, mësuesve të mëdhenj ekumenik, dhe hierarkëve Vasilit të Madh, Grigor Theologu dhe Joan Gojarti, të patriarkëve të Aleksandrisë, Athanasit, Kirinit dhe Joan Përdëllimtarit, të çuditërësve Shën Nikollës, kryepiskopit të Mirës së Likis, dhe Shën Spiridonit, episkopit të Trimithundës, të Nifonit patrikut të Konstantinopolës, të dëshmorëve të shenjtë të lavdëruar dhe mundës të shkëlqyer të mëdhenj, Gjergjtrofe Prurësit, Dimitër Mirovitit, Theodor Tironit dhe Theodor Stratilatit, të hierët dëshmorëve të shenjtë të Eleftherit të Florës, Astit të Durrësit dhe Kozmait në Golgondas, të dëshmorëve të shenjtë të Danatit dhe Joan Vladimirit, të dëshmorëve të shenjtë të rinj Nikodimit në Berat dhe Kristo Kopshtarit, të dëshmorëve të shenjta Thekles Barbarës Anastasisë, Ekaterinës Fotinisë, Marinës, Parashjevisë dhe Irinit, të etërve tanë shënar dhe Jeprurës, të etërve tanë shënar Joan Kupuzelit dhe Nifonit nga Lukova, të i prindërve të shenjtë dhe të drejtë Joakimit dhe Anës, edhe gjithë të shqitorëve të tu. Ty të lutemi oj vetëmi shumë mëshirshëm Zot, dëgjona në mëkatarët që po të lutemi dhe mëshirona.
Shenjtë Perëndi, shenjtë i fuqishëm, shenjtë i pavdekshëm mëshirona. Shenjtë Perëndi, shenjtë i fuqishëm, shenjtë i pavdekshëm mëshirona. Lavdia të Birit dhe Shpirtit Shenjtë tani e për herën e jetë. Amin. Trinjetër e shenjtë mëshirona. O Zot, falë mëkatet tona. O Zot i madh, ndjeko udhësitë tona. O i shenjtë, dëshiro sëmundjet tona për emrin tënd. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot. Lavdiat e Birit dhe Shpirtit Shenjtë tani e për herën e jetë. Amin. Aty ynë që jemi qinë, ku shitëroft emri yt, ardhë me të rria jote, u bëb dëshira jote, si me qell ashtu dhe mbi dhe, bukën tonë të përditshme, jep në neve sot, dhe fal na fajet tona, sikurse dhe ne u falim fajtorëve tanë, dhe mos na shtjerë në ngasje, por shpëtona nga i imi. Se jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia e Atit e Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, tani e për herën e jetëve. Amin. Mëshirona, Zot, mëshirona, se duke na munguar çdo mbrojtje, me mëkatarët të drejtojmë ty, si sot që je, këtë lutje mëshirona. Lavdiatit e
thanave të dheut, dhe atyre që ndodhe larg në det, dhe i mëshirshëm tregohu o Zot, për mëkatet tona dhe mëshirona, se Ti je Perëndi mëshirues dhe njeritashës, dhe Ty ta drejtojmë lavdinë, atit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë, tani e për erë e në jetët e jetëve. Lavdimë Ty, o Perëndia ju, lavdimë Ty. Lavdiatit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë, tani e për erë në jetë. Amin. Mëshiro o Zot, mëshiro o Zot, mëshiro o Zot, beko ati Shenjtë. Krishti Perëndia e një vërtet, në ndërmetimet e nënës së Tij të pacënuar dhe krejt të papërlyer dhe të shenjtë, të apostujve të shenjtë të lavdëruar dhe të dëgjuar, të dëshmorëve të shenjtë të lavdëruar dhe mundës të shkëlqyer, të etërve tanë shënar dhe i prurës, të i prindërve të shenjtë të drejtë Joakimit Danës, të shënt Eleftherit episkopit të Vlorës, dhe gjithë shenjtorëve të Tij, na mëshiron dhe na shpëtoft si Perëndi mirë, njeritashës dhe mëshirës. Oh